Mirë, me mua në një komunikim të drejt për drejt bashkohet avokati i njohur, zoti Romeo Karan. Avokat, mirë mbrëma, është kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirë mbrëma, Milion. Avokat, sot gjykata e posaçme kundër korrupsionit u detyrua në një farë mënyre që të shtyjë sërish vendimin për nisjen apo jo të procesit ndaj Sali Berishës në akuzën nga SPAK për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Por sipas mendimit tuaj, pse ky proces po zvaritet prej muajsh? Mendoj që kjo zvaritje përsëritur është një lojë me procedurën të bërë nga vetë pala, duke përdorur avokatët, duke qenë që gjykata posaçme, sidomos ajo për të lidhur me të çështje ka një rëndësi dhe më të madhe, mund të ishte bërë mungesa në gjykatën tjetër, ku pretendua për avokatin dhe jo në këtë gjykim. Megjithatë, mendoj që nuk duhet toleruar dhe nëse pala në të rast, pala e Berishës kërkon të kaloj për te zgjedhjeve pa këtë seancë, pra unë mendoj që ai çështja do të shkojë për gjykim dhe pa pasur këtë njollë, domethënë, publiku shqiptar e mendon shumë vonuar, jo vetëm kalimin e çështjes për gjykim, po edhe vetë dënimin e tij. Është turp për drejtësinë shqiptare, po e them me bindje që ky person jo vetëm që nuk është dënuar, por tashmë vjen edhe si një alternativë, pikërisht një alternativë për të shmangur një herë mirë ndëshkimin dhe për të realizuar rënimin e kësaj mini drejtësie që kemi tani. Dhe pikërisht avokat për këtë alternativë që ju po flisni sot, Sali Berisha, le të themi, ka dhënë edhe një nga premtimet më të bujshme të fushatës së tij për shkatrimin e veprave të qeverisë socialiste nga Vlora. Ai mbrëmjen e sotme ka premtuar mbylljen e tunelit Llogaraz, duke detyruar makinat që të kalojnë nga qafa e rrezikshme, pasi siç tha ai duhen shpëtuar restorantet e Mishit në parkun kombëtar. Nga ana tjetër, ka akuzuar të fortët që sipas tij janë lidhur me të majtët, por nuk duke i konsideruar se do i shpall terrorist, por në fakt nuk zë në gojë bandat e tyre rivale, njerëzit e të cilëve në fakt doktori i ka në listën për deputet. Së pari është turpi i drejtësisë tonë, po edhe i qeverive tona, kur Berisha prishi mbi kalimin tek Zogu i Zi, kur erdhi në pushtet 2005, nuk u përgjigj askush lidhje me kostot që pati. Pra miliona euro investim të bërë nga Bashkia e Tiranës, kur kryetar ka qenë Rama në atë kohë, u prishën pa pasur asnjë pasojë ligjore. Dhe mendoj se duhet hapur kjo çështje. Por ti thon këtij personi që unë i këtij nuk mund tolerohet deri në pikë. E ka kryer që atëherë këtë vepër penale dhe askush nuk e përmend, jo më ta gjykojë. Së dyti, Berisha ka lidhje me mbajtjen e premtimeve, çfarë them unë tani? Sa mund të kem unë lidhje mbas me muzikën. Për këtë arsye mendoj që ne nuk duhet të merrem më me premtimet e Berishës, çdo të bëj Berisha nesër, por çfarë ka bërë Berisha? Berisha është pikërisht personi çfarë ka bërë minimumi të 34 vite post komunizëm, pra 34 vite pseudo-demokraci. Dhe këto vite flasin qartë kush është Berisha, sa i mban premtimet ai, na premtoi do të instalonte demokracinë dhe instaloi kakokracinë. Prandaj për të person, veprat e tij dhe realiteti shqiptar, më zi nuk mund të flasin ndryshe. Mendoj që diçka që lidhet është me atë kohë zgjedhor, që ka marrë peng shqiptarët dhe që ka dërguar shqiptarët me detyrim që të zgjedhin midis Ramës dhe Berishës. Avokat, kam edhe një pyetje të fundit për ty, nëse ti mund t'i përgjigjesh vetëm në 1 minutë kohë, për arsye sepse kemi të limituar për shkak edhe të fushatës zgjedhore. Vetëm një ditë më parë, kreu i SPAK Altin Dumani ka raportuar për punën e tij të këtij institucioni. Në fakt, duke kërkuar zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK. Ai është kundërshtuar nga Berisha, duke thënë se Dumani është njeri i korruptuar dhe këtë po e kërkon për shkak të karrigesë së tij. Ndërkohë, nga ana tjetër, Berishës nuk i duket i korruptuar Gjingjoni, i cili kërkon ta vendosë në krye të reformës. Nuk merrem me bisha si Gjingjoni dhe tjerë si ai, që s'kan asnjë vlerë për mua dhe për shqiptarët. Gjingjoni është një bish i Berishës, një vegël i Berishës, bile edhe përshtirë e Berishës, unë merrem me Berishën. Në ka njëri që ka konflikt madh interesi dhe moral për të folur për korrupsionin është Berisha.
bile për vetë qenën e tij akoma në politikën shqiptare dhe pa dënuar për korrupsionin do të gjejmë fjalë tjetër, se nuk mjafton termi korrupsion për Berishën. Ky person ka konflikt madh interesi me organet e drejtësisë edhe me vetë humanin, prandaj është e turpshme domethënë bile pa lejueshme për çdo lloj etike që ky person të flasë dhe të shpreh në këtë mënyrë, dhe aq më tepër të ketë alternativë për nesër për shqiptarët. Jeni shumë i qartë avokat, do doja sigurisht që bisedën me ju ta vijoj edhe më tej. Shqiptarët të kuptojnë se ku janë dhe çfarë duhet bëjnë. Dhe peng i ku sistemi janë përfshir këtu dhe Berishën. Avokat, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit.